Nxënësa, në klas, shpejt, hajde. Nxënësa, mirë dita, me profesorin, si jeni me një bukër. Diqe. Ja, për shkak e na ardhë sot, kena tjetër punë. Juve shumë serioz me këto shkopa. Këto syzat i kam veç për me lexu. Masi që shumë veta më keni vetë se sa harxhon një kerr elektrik ose në këtë rast me Teslën, sa kom pas harxhime, deshta ta bëj një rezume, do me thonë unë e kam Teslën dykun 3 vite e 3 muj, 3-4 muj që aty dykun, edhe sa kom pas harxhime për rrymë, sa kom pas harxhime në përgjithësi për Teslën, ose në përgjithësi, po ma mërmenja se te ketë kerret elektrike gati që aty dikun sillen harxhimet, po në këtë rast po flas për Tesla model Y Performance me 534 PS. Momentalisht, do të thonë qëtë moment, javqes edhe në taho, i kam 38.626 kilometra. Ja ku mba. Do të thonë për 3 vite e 3-4 muj. Për afërsisht pi bje që dykun 12.000 kilometra në vit. Në vit i ku mba. Nuk kom vozit shumë, në për qytet, punë, shtëpi, edhe disa herë që jom ka në Kosovë, do me thonë dykun 12.000 kilometra në vit pi bjen. Qëtash, unë më mja qitë edhe nep, do me thonë krejt mbushjet edhe harxhimet që i ku mba për Teslën, krejt kanë shku në përmjet kreditkartës ose kartës bankare, kështu që janë krejt shënume, ato më mja u tregu në ekran, edhe muj me pa se saktësisht për 3 vite e 3-4 muj sa ka pas harxhime Tesla. Që mu kanë hjek prej bankës, do të thonë direkt prej Teslës, aty i përfshin superchargerin e Teslës edhe internetin, se një vitin e paru kam pa pare, prej vitit dytë kom fillu me pagu, do me thonë paguhet interneti 9,99 €, do me thonë 10 € në mujt, që i ki internetin, navigacionin, do me thonë këto Spotify, këto YouTube, këto që vinë update-at që vinë në përmjet internetit krejt, do me thonë ajo paguhet edhe ajo 10 € në mujt. Për me sqaru, vetëm për Teslës janë, shifni për rumbullaksoj, 1.097 €. Do thonë për Teslës mu kanë hek qëto. 270 € janë të internetit. Internet. Këto janë përgjithësi Tesla. Tesla.com pjave. 270 janë prej internetit. Nëse këto të internetit i hjekme, do me thonë 7, 2, 8, janë 827 € që i kum harxhit për supercharger. 827 € për 3 vite e disa muj janë harxhit 827 € për mbushjen në supercharger. Qëtash vina edhe të harxhimet sune, nuk e ku mbush veç në supercharger, po e ku mbush edhe në stacionet e mbushjeve. Me supercharger ku mbush veç kur kum udhtu në përvendet e jashtme, jashtë Austrisë. Në Austri ma shumë e ku mbush me rrymë me stacionet që janë për mbushjen e rrymës në për Austri. Ato janë të Vina Energi, edhe ato më mja u tregu se sa janë ba harxhimet,
edhe këto pe rumbullaksoj, dikun 1583. 1583 euro që janë prej shkruaj stacioni përmbushje. Stacioni përmbushje 827 prej superchargerit, 1583 prej stacionit përmbushje të rrymës, edhe 270 që thash interneti. Këto 270 pilom për internet, na për logaritmi njëherë vetëm rrymën. Dhe më thonë, pi bjen këto 0, një men, këto 11, një men 14, edhe 2. Do me thonë, 2410 euro kum harxhit për rrymë mbrena 3 vjet disa mujve ose me 38.626 kilometra që i kum ba deri tash. Plus vinë edhe qëto 270 të internetit. Po na përbajna njerë kraksimin në rrymë edhe benzin. Me thonë këto 12.000 kilometra në vit, pi bjen për 3 vite qershor, korrekt gusht 7 orë, se fillimit e të orët jemi dhe më 3 vite e 3 muaj. Po, 3 vite e 3 muaj, 38.626 kilometra, 2.410 euro rrymë dhe 270 euro interneti kemi. Ta krahasojna pak, qëtash, me një benzin, me një kerr që i ka parafërsisht qaq PS, sa i ka dhe Tesla. Do me thonë, Tesla jem i ka sakt 534 PS. 534 PS i bje kuaj fuqi. E qëtash, logaritme një kerr me 534 PS, çfarë kerri mundet më kanë? Do të më kanë do një kerr sport, një kerr i madh, i shpejt. Sa mundet me harxhit një kerr që i ka 534 PS. Këshyra në internet i krahasova shumicën, edhe mu më dul një mesatare mes 12 edhe 20 litrave. Qëtash në varet edhe qëfar kerri, qëfar sport, apo qëfar limuzin, sa është Iran edhe sen, po unë e pe marrë atë ma të voglën. Do me thonë 12 litra, 100 kilometra, 12 litra për benzin. Benzin. Do me thonë, nëse benzini i harxhon 12 litra në 100 kilometra, edhe na pe logaritim si kur këtu që i kemi për 12.000 kilometra në vit. Do me thonë, matematika i bjen 12 litra here 12.100 i bje 12 here 120 1.440. Thonë i bjen 1.440 litra që i harxhon për 12 muaj. Qëtash 1.440 litra here e mora edhe atë mesataren, si pas ChatGPT-s, në Austri, po ma mërmenja edhe në Evropë, po edhe Kosova nuk i ka, ku me di se sa ma lirë çmimet e benzinës, po ne mora mesataren që u ka në vitin 2025, 24, 23, u dikun 1.50, do me thonë 1 euro e 50 në liter,
Kur ta llogarismi 1440 herë 1,5 € litrën, i bjen 2160 euro në vit. Pe bojmë për 3 vite. Dhe më thonë 2160 euro herë 3 vite, dhe 3 0, 18, 4, 6.480 euro për 3 vite. E qëtash logaritme bane krahasone 2410 me 6480. Plus edhe këtu për 3 vite, se edhe për 3 muaj tjera vinë edhe diçka, po pelana për 3 vite. Këtu e kum llogarit për 3 vite e 3 muaj. Kjo 3 vite 6480 euro. Sa është dallimi? Sa shparitni për 3 vite? Dikun 4000 euro i shparit për 3 vite. Nëse kerën e man 6 vite, atëherë i shparit 8000 euro. Se kerën e man 9 vite, atëherë i shparit 12.000 euro. E kështu me radhë. Dikur, d'bje kerë i falë që e ki ble. Pra, që ato e ka të mirë, nuk është se dikush thot, nuk është ku me ditë se çfarë dallimi për 1 muaj, për 2 muaj, dallimi mes benzinit edhe rrymës nuk shifet shumë dallimi i madh. Po në kohë zgjatje e shef dallimin. Qtash, kjo ke veç për rrymë. Po ku janë shpenzime tjera? Për 3 vite e 3 muaj nuk kom pas kur një farë servisi. Muj mi avqit edhe në ekran, se shkam shkruan aty në bord kompjuter, që është e preferume mi andru filterin e ajrit, edhe një farë filterit tjetër për zdi edhe ajo për katastrofat natyrës, gasit në esen, se ka Tesla një farë mbrojtje, që mund është në Tesla një farë modusi me lëgju që me të mbrojt, që ato dy mi preferon mi ndru, po nuk ka pa tjetër. Dhe më thonë, unë nuk kom ndru që 3 vite e gjys, gati, kur gjo. Hiq. As filtera, as vaj, as frena, as kur gjo se normal frena nuk hargjon se gjatë rekuperimit nalët keri vet, nuk s'ka nevoj me frenu, me në shpejtësit shpejta, të mëdhaja. Gjash logaritni edhe servisat, nëse e ki kerën e ri, Mercedes, BMW, që e ki marrë, nëse siguron Teslën, trip i fabrikës, te e ki mas 1 viti servisin, e hub garancionin nëse nuk e qon në Mercedes ose në BMW ose në Audi me ba servisin. Sa të kushton qaj servisi? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Një kolege kam, një Opel Zafira e ka, tha e qova në Opel 1.200 euro ja kanë lyp servisin e parë me mi andru vajin edhe me kontrolu për merr vesh, për kur gjë hiq. Këtu nuk i ki, dhe më thonë edhe këtu sa hargjimet i shparit. Po, harrova diçka, shka ku më shtion e nker, është uji për mila gjamat. Ujin e brisazhve. Qajo, shpresoj se mujta pak me o spjegu, që me kuptu se sa është kerri me rrym i volitshëm për familje, nuk është mirë, është i shtrejt në fillim, po kallëzomni në qëtë kategori një kerrit me 534 PS
një kerrit me komplet elektronikën, komplet atë paketën, sikur që e kanë M-pakete, AMG-a e këto sene, që e ka inkluziv mrena në fillim, do me thonë s'ki kur gja, shka vjen e re diçka, vjen nëpërmjet update-it, do me thonë i ki krejt senet ma të reja që mundet mi pas një kerë, në qëtë kategori, ma lirë, shka të bje. Edhe ato i ki të shtrejta, edhe ato i ki kera të shtrejta, përmi 60-70-80-100.000. Unë po foli për Teslën tem, model Y Performance, do me thonë Y Performance, që kushton dikun 62.000. Po, edhe diçka harrova me tregu, për sigurimin e kerrit, nuk e di ç'është në Kosovë, po nëpër Evropë paguhet sigurimi i kerrit, mujor, ose në 3 muj, ose në vit. Edhe në sigurimin e kerrit, është shumë ma i lirë se sigurimi i kerrave me benzin, edhe me dizel, për shkak të ekologjisë, nuk e di që kanë caktuar ato, kështu që komoditetin, venin, gepekin, për familje, shpejtsin, jo përmi 250-300 me vozit mu myt, po shpejtsin që e ka në start, do me thonë, kur të finë mi thonë gaz, me ik diqysh, je i pari. Tjera harxime nuk kom pas deri që tash, përveç se që to 2.410 euro për 3 vite e 3 muj, për 38.000 kilometra e 626, edhe 270 euro internet që kom pagu tjetër kur gja. Pra, shpresoj se pak ju informova se qysh janë harxhimet e Teslës. Faleminderit për që patët durim me ngukët ligjërat, edhe për video tjera mos harroni me bani like edhe subscribe nëse nuk e keni bërë, se na përkrahni, na motivoni për me bërë video tjera, edhe shpresojmë se do t'ju bim edhe risi tjera në videot e ardhshme. Faleminderit edhe mirupafshim. Nxansa detyrat i shtëpisë kush nuk i ka bë?